Në ambientet e qendrës kulturore pranë xhamisë Barbullush, Myftinia e Shkodër organizoi paraditën e së mërkurës më 24 dhjetor 2025 ekspozitën artistike Ngjyrat e besimit, me punime pikture të realizuara nga nxënësit e kurseve fetare të kësaj qendre. Aktiviteti u çel me një përshëndetje nga drejtuesi i arsimit pranë Myftinisë Shkodër, teolog Arben Halluni, i cili falenderoi të gjithë pjesëmarrësit për praninë e tyre, nxënësit për përkushtimin dhe kreativitetin e treguar, mësuesit për udhëheqjen dhe organizimin e vazhdueshëm të këtyre kurseve të ndryshme, si dhe prindrit për mbështetjen dhe nxitjen e fëmijëve drejt artit, krijimtarisë dhe aktiviteteve të tilla edukative. Gjithashtu ai shprehu mirënjohje për të gjithë ata që mbështesin dhe kontribojnë në zhvillimin e këtyre aktiviteteve kulturore dhe fetare. Më pas, një fjalë përshëndetëse mbajti edhe imami i xhamisë Barbullush, Hoxha Ervis Molla, i cili falenderoi pjesëmarrësit dhe vlerësoi rëndësinë e kultivimit të artit dhe vlerave shpirtërore tek fëmijët, duke inkurajuar ata të vazhdojnë rrugën e krijimtarisë dhe edukimit të shëndosh. Gjatë ekspozitës u shpalosën piktura të shumta me tematikë fetare, kulturore dhe tradicionale, ndërsa piktura më e vlerësuar e ekspozitës nga komisioni ishte ajo e nxënëses Medina Kameri, e cila kishte paraqitur në mënyrë artistike xhamin Barbullush, duke e ndërthurur bukur me element të qendrës kulturore. Aktiviteti u përmbyll me një atmosferë të ngrohtë bashkëbisedimi, ku të pranishmit patën mundësi të shijojnë edhe një koktejl rasti, duke e kthyer këtë ekspozit në një moment të veçantë vëllazërimi dhe bashkimi komunitar. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për vizitorët deri më datë 31 dhjetor të vitit 2025.